unë besoj që ky ka ngrit një sistem që ky nuk largohet më vetëm ditën e zgjedhjeve, se pa ato e ka akaparuar pjesën e ditës votimit. Ky largohet vetëm me protesta dhe demonstrata. Pra që opozita nuk është se i artikulon këto demonstratat, opozita është ke protestat paqësore, gandiste është opozita jonë, unë nuk besoj që ikën në atë lloj forme. Ky presionin e do më të lartë, pra që ky t'jap dorëheqjen. A mund të jenë dhe faktorë social të tjerë jashtë opozitës zyrtare? Po ka faktorë social. Tani unë nuk po them që ne do të presim nga jashtë, pra se nga jashtë tani duket që... Ti si fan si i Bjondit në Fojza? Unë jam fan si Bjondit në kuptimin makro, por nuk është se pres që Bjondit të rrëzojnë Edi Ramën. Këtë duhet ta bëjnë shqiptarët, ashtu siç po e bëjnë popujt e tjerë në Bullgari, në Serbi e kanë detyruar Vučićin që të shkojnë zgjedhje. Pra, shqiptarët duhet ngrihen vetë, të rrisin presionin edhe të kuptojnë që me këtë nuk ka rrugë më. Pra, u ka premtuar siç i pante Sinkroni më parë, ka premtuar tren elektrik, nuk ka. Pra, sot do 2 orë të shkosh në Durrës, jo me tren elektrik, po edhe me makinë që e kishim rrugës. Edhe me makinë elektrike. Edhe me makinë elektrike do 2 orë të shkosh në Durrës. Sot nuk ka naftë në Shpirak, që ky doli se sot këta po thonë vajtin Venezuelë për naftën, Bjondi e kujtun. E mani mend gjithë shqiptarët që ky doli me bënte spektakël me Belindën. Bënte spektakël. Vishin ato uniformat. Bante konferencat jashtëzakonshme. Këtu është zbulu nafta më e mirë se cilësia në Arabi Saudite, kujtun pralla me mret, sot nuk ka asgjë. Sa po ka dalë dhe një... Deklaroj atëre se do ta risjell këtë. Jo vetëm që e zbuluam naftën, u caktuan dhe mënyra si do përdoreshin ato fonde dhe si do kurseheshin. Krijoi fond sovran, pra krijoi fond sovran që aty do fuzin duar, do marrin sa herë të kenë nevojë këta, do shpërndajnë pralla me mbret. Dhe më e fundit është se ka dalë dhe kemi dhe një lajm sot që kishin nxjerr këto të Instituti Statistikave dhe Monitori, revista Monitor, që 53, pra mbi gjysma e shqiptarëve i kanë bërë llogaritë që këtë vit do jetë një vit shumë i keq ekonomik për familjet e tyre. Dje kishim prap një statistik tjetër që paga e 2020-s me pagën e sotme, që ky thot po i rris, është 140 euro më pak. Po ka më pak fuqi blerëse. Ka më pak fuqi blerëse, pra se janë rrit çmimet, janë rrit shpenzimet, inflacioni. Ky s'ka inflacion këtu. A ke pa ndonjëherë të indeksohet inflacioni? Nuk indeksohet asnjëherë inflacioni në Shqipëri. Tani vitin e fundit po bën propagandën gjasme do bëjnë pensionistëve 1800 lekë. 18 lekë. Edhe indeksimin do e bëjnë si doj shefi aty, pra çdo muaj, me 100 lekë në muaj. Pra ka një situatë që duhet shqetësoj njerëzit, duhet kuptojnë njerëzit që sido që të shkojnë situata, kushdo që të vinë nesër në pushtet, është më mirë se sa kjo gjendje në cilën jemi sot. Nuk ka arsye ai që të ndryshojnë, nuk ka arsye ai që të mbajnë premtime dhe në rrethanat në cilat ndodhet, që është i kapur nga të gjitha anët Edi Rama, nuk e ka mendjen tani të punojnë për shqiptarët, e ka mendjen si të shpëtojnë për vete. Tani, kam një kuriozitet tjetër për të rikthyer pak tek thelbi i temës, në fakt që janë projektet e lëna rrugëve. Kemi parë në këto 4 mandate edhe nga prokuroria, edhe nga kontrolli i lartë i shtetit, edhe nga intervistat e Ahmetajt apo kujdo që ka folur që sidomos me zbërthimin e skemave 5